Kryeministri i vendit Edi Rama, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe drejtues të Policisë së Shtetit kanë inauguruar ditën e sotme Komisariatin e Policisë Rrugore të Tiranës. Kreu i qeverisë Rama ka vlerësuar punën transformuese të Policisë së Shtetit, e cila sipas tij ngjan me simotrat e Europës. Kryeministri Edi Rama, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe drejtues të Policisë së Shtetit kanë inauguruar sot Komisariatin e Policisë Rrugore të Tiranës. Kreu i qeverisë Rama vlerësoi punën transformuese të Policisë së Shtetit, e cila sipas tij tashmë i ngjan policëve si motrat e Europës. Kryeministri shprehu vlerësimin edhe për punën e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Ai tha se akuzat e përditshme të Partisë Demokratike janë kompliment, pasi vijnë si rrjedhojë e shtetbërjes që spranohet nga demokratët. Kjo punë kanë kryer ministri i Brendshëm. Puna e tij meriton çdo lëvdat, meriton edhe gjyle dhe përditshme të Baltës së Shqupit, që janë në fakt komplimenti më i mirë për punën e ministrit edhe të gjithë ekipit Ministrisë Brendshme dhe të drejtuesve Policisë së Shtetit. Kompliment që vjen nga ata të cilët vetëm shtet nuk njohin dhe vetëm shtet nuk ditën të bëjnë, e teksa shohin se si po bëhet shteti, asgjë tjetër s'mund të bëjnë përveç se të mbushin topat e Baltës dhe të gjuajnë, duke filluar nga Policia e Shtetit që është modeli për të ndjekur nga të gjithë.